Edhe nga takimet e sotme, më përforcohet bindja se ky potencial miqësie krijon momentin e duhur për të trajtuar të gjitha çështjet e ashtu quajtura të mbetura, si dhe ato aktuale, në mënyrë që të hapim sa më shpejt një kapitull të ri, duke parë përfundimisht të shkuarën tonë me sytë e së ardhmes së përbashkët. Në këtë drejtim, ne duhet të nxitim komunikimin me shoqërive tona, mjediseve akademike, grupeve të interesit, organizatave profesionale, njerëzve, studentëve edhe shkëmbimeve njerëzore që qëndrojnë në themel të marrëdhënies tonë. Duke qenë partner në NATO, të lidhur nga një traktat miqësie dhe me perspektivë përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji reference ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, përfshirë dhe delimitimin e hapësirave detare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fshintësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv. Ne do të vijojmë të udhëhiqemi nga vlerat thelbësore të Bashkimit Evropian, nga respekti për normat e të drejtës ndërkombëtare, për zgjidhjet paqësore të mosmarrveshjeve dhe promovimin e stabilitetit në rajon.